Atëherë, kur ka ndodhur ngjarje që ju ka ndjekur makinën? Ka ndodhur rreth orës 2:10 të mëngjesit, jemi ngritur të shqetësuar, na ka lajmëruar një komshiu jon këtu, që ishte makina ishte në flak, dhe kur kam dalë makina ishte tërësisht në flak. Kam njoftuar policin, ka ardhur zjarfiksja që ka bërë të mundur shoqërjen e zjarrit dhe makina ishte totalisht e shkrumbuar. Dyshon që mund të jetë vënë qëllimisht zjarri? Zjarri është padyshim i vënë qëllimisht sepse unë nuk kam asnjë lloj armiku, nuk kam asnjë lloj borxhi ndonjërit, jam vetëm në punën time. Po nga se mendon se lidhet? Nuk e di, është një pyetje që Mendon akoma për shkakun e detyrës? edhe ajo është një gjë që më ka shkuar në mendje, po është akoma një gjë që unë jam aktualisht duke e studiuar mirë këtë gjë. Policia çfarë po bën? Çfarë ju thanë në momentin e Policia realisht në shkaqet e zjarrit është çik konfuze sepse dhe ata vetë nuk dinë çfarë të bëjnë, se dhe vetë provat i shkatron zjarfiksja edhe sikur të ketë. Ke pasur kërcënime këto kohë? Jo, asnjë lloj kërcënimi, asnjë lloj armiqësie me askënd. Në një telefonat, në një... Absolutisht asnjë gjë. Po të kisha, ishte e sigurt që do njoftoja organet kompetente për këtë punë. Po makina si është djegur? Në çfarë forme është djegur? E gjithë pjesa e parë e makinës, brenda makina, komplet e djegur, vetëm bagazhi ka shfutuar. Ishte spërkat me benzinë? Po. Ku Është ishte spërkat? komplet pjesa përpara e makinës. Ishte komplet pjesa përpara e makinës, sepse e gjithë makina ka marrë flak totalisht nga pjesa përpara dhe pjesa brenda në makinë. Çfarë pune bëni prej sa kohësh? Unë punoj radiolog pranë spitalit të Vlorës, në Poliklinik, Viles, kam 10 vjet që bëj mamografit në spitalin e Vlorës dhe bëj dhe grafit në këtë poliklinik. Po, ndërkohë që mamografia është jashtë funksionit. Po, mamografia është jashtë funksionit, ka pak kohë që është jashtë funksionit, po me sa di unë spitali po përpiqet për ardhjen e një aparature të re. Paktën me sa di unë dhe me sa kam dëgjuar. Faleminderit. Mirupafshim. Mos shkona kamera, rri kështu. Gjatë më shkona ndena qesh. Po jem vëllai. E pesë ta tash në emision. Apo që mbrapa të di. Zotria tash, familji Sena tash nuk është e parë kur vazhdimisht ka ndihmuar familjen jonë në blok kondicionale. To nuk e kap sollën celularin, gjithë kemi puna s'kave. E shumë e Të djesë të vetë të Si është kjo punë e drogës së kapur, se është i klëmsh? Po, kjo që është kapur... Polici. Ky shefi. Se na ka ndodhur disa herë që Mos e mbulo, çaj mbulo me dorë ti. Po e mbaj kështu ore, po et. Edhe regjizorin këtu. ja bëma edhe mua një plan. Ta ndysh? Toni vash.
Mua bëma vërtet